Thamë që Allahu i përmendë në surën Tawbe për ajetit 44 dikon deri ka 92 që aty i përshkruan në shumicën e ajetit i përshkruan munafiqët, po dhe i përshkruan ngjarjet e betejës së Taifit përmes me të Bukut përmes me i përmend ajetin e kanë. Mirë. Këtu do t'i përmendi 4 ndodhi interesante. Sepse lufta nuk ndodhi, betejë nuk ndodhi, nuk pat nevojë me luftu as më vra, po dolën disa ndodhi më të rëndësishme dhe më interesante se sa betejë. E para u shpërfaq sakrifica e sahabëve. Allahu i lartësuam dashje që në çet formë me sprovu sahabët. Edhe një herë mi kallëzu botës se çka ka eduku Muhamedi alayhis salam, çfarë njerëz ka eduku kaq të mëdhej, çka janë gjendje me bë. Edhe e shohim që sakrifikun në dhonin e pasunisë, si cili që kesh prunke, sakrifikun në marrin e kësaj rrugët lartë, e lodhin e pa ushqim, thëjnë sahabët, so kujtojt kështë e përmen, thëtë ka pas raste një hurme kena rujt të nditën me hangër, ka pas raste 4 vetë një hurme që kena siel, dhe veç pak me lepin hurmen, që kur ta pin ujnë me në orë si amel. Qështu ka pas ditë të që shtu i kena kalu. Edhe 700 kilometra për toke, vape madhe, nxehtë, frika e arminkut. Nuk është kanë kallaj me marrë këtë rrugë, pa u kanë i edukum fort edhe i ngritun me karakter shumë të fort, që i ka ditë pejgamberi alayhis salam me eduku këta njerëz. Pastaj e dëgjuan pejgamberin alayhis salam dhe respektuan në gjithë ato që i thoshte. Respektim total, në nështrim total i urdhat pejgamberit alayhis salam. Se munafiqët thëshin, la tanfiru fil harr. Ku e gjetë në luftën me dash me bo verës, po ka dimen me prit në dimnjën e të fëtëve të pak. Dërse sahabët se mena vatana, dhe gjumë me respektum. A do të me shku, do të po u kry. A do të me pru, do të me pru. Gjithashtu, e respektum pejgamberin alayhis salam edhe kur i urdhëroi që mos mund ndal të vetbanimet e popullit të mundit. Me dajnë Saleh janë në rrugën e Medinat të Buk. Medinim dikon 500 kilometra, të Bukun e kanë më afër. E pejgamberi alayhis salam aty tregon se u zhdenu populli i Salihut të mundi. Edhe thot, kur të shkojmë aty pari, llogarit sahabët s'kan ujë. Kanë filluar mi prej devat. Edhe devja e ka një farë rezervori aty. Çatë rezervori që kanë mujt mi gjetë ujë diçka që hala nuk e ka marrë trupi i saj me përpunu, çashtu me pika pak, saqë i kanë shtrydh devës kur e kanë prej, e kanë shtrydh edhe me mushkrinjtë e mëlçin, mos po qet diçka të langshëm që me një fytin me ta. E pejgamberi alayhis salam thotë kur shkojmë te kronet e me dajën Saleh, te vendbanimi i popullit Salihut, mos gaboni me marr ujë. Disa prej sahabëve nolën 30.000 vetësh, dikush u nol. Edhe disa thënë kemi gatu, domethënë brumin çka kena pas, brum, e kena gatu me çatu. Pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar edhe brumin derne. S'ka me hangrat brum. Me ujin prej vendit ku Allahu ka zbrit dënimin e tij s'ban. Veç të nëse heni aty të kojtë. Edhe të thonë, o, zotë rrugë në dhe nejë, mësë në dëna sikur se këta. Për ndryshe, me shku me bo turizëm. Edhe me shku mi po vendet aty dhe i t'i vdekur. E me dajnë Salih, e a i veni që ka dënu Allah i popujt. E ma hershëm, edhe më torë interesant turizëm. As më të shku menja që mundet Allahu me në dënu dhe neve. Edhe Allahu nuk e kemi na lidhje farifisnore me to që mësë me në dënu neve. Atëherë kjo është në kundërshtim me sunnetin e pejgamberit alayhis salam dhe urdhat e tij. Gjithashtu, respektum pejgamberin alayhis salam që kur i urdhroi ata 3 që të pendumit, 3 sahabët që nuk shkon te Buk, kur urdhroi me leçit i leçitën të gjithë. S'ka shok, vlla, këshi, mos ka me fol, s'ka me fol. Ndodhja e tjetër që është e rëndësishme gjatë kësaj gjatë kësaj periudhe, domethënë luftës së Bukut, është hipokrizia munafikëve, që tha me mrini kulmin. Munafikët banin luftë propagandistike. Mos shkonin luftë se zhega, ku doni me shku? A din çfarë armiku keni mu ballafaqu me ta? Pastaj talleshin me ndihmat e sahabëve që i binin, që e përmendëm më herët. Gjithashtu arsyetimet banale. Arsyetime, edhe pejgamberi alayhis salam kush ardhi dhe s'po muj me orë se e kam një punë kështu, ani u kryhet. Allah e din çka keni në zemër. Pastaj munafiqët e ndërtojnë, pak pa shku pejgamberi alayhis salam te Buk, e ndërtojnë një xhami. Ja lojnë emrin xhami. Po kjo xhami është kon njet
është bon jetë mu ndërtuat të drishnihone. Sepse një person me emrin Abu Amir Ar-Rahib, që ka qenë prej ensarve, kur ka orë pejgamberi alayhi salam Medine, ky si duket u bë krishter më herët, edhe i ka hi urrejtja e madhe për pejgamberin alayhi salam, ka shkuar në Mekë, ka shkuar gjithka, i kanë nxit gjithmonë njerëzit kundër pejgamberit alayhi salam. Mirë, po kur u forcu pejgamberi alayhi salam, edhe Mekë Roma ndurt musliman me u bë musliman, atëherë ky Abu Amir i urdhnon njerëzit e vet, munafikët e vet në Medinë, thotë ndërtoni një vend afër Kubos, xhamis Kubo. Edhe lënë emrin xhami, jo? Aty na i bojmë tabimet, i bojmë ledhimet, i bojmë armatosjen, i bojmë krejt përgatitjet edhe vime dhe luftojmë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ndërtojnë. Mirë, po çush ka bojnë munafiqët? I thonë pejgamberit alayhi sallam, e këto e kena ndërtu për pleq, për ata që smunë, sa është nga xhamis këtu, po i duhet dikujna. Apo vjen mu fol ti për bereqet që le dihet se është xhami. Pejgamberi alayhi sallam kaderi Allahut është konë të përgatit për Tebuk, thotë s'poj njëherë, kur të këthej në vijë. Mirë, të këthi rrugës, Allah i lartësuar, zbret ajete. Edhe i thotë, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ata të cilët po e ndërtojnë xhaminë e Zararit, xhaminë e domit, me bot dom me to, me përço muslimanët, edhe me shti urrejtja dhe armiqësimes muslimanëve dhe pastaj me luftu me zveti ata, ndërsa xhamia e parë që u marru për takvallëk edhe për namaz është xhamia të cilën e kanë marru muslimanët, që është për qëllim xhamia e Kubos këtu. Pastaj thotë Allahu la taqum fihi abadan, kur mos u falën ta. Hala pa mrin Medinë, pejgamberi alayhi salam i dërgon disa persona dhe e bojnë rafsh këtë xhami, e cila ka qenë tendencë që prej aty mu fillu përgatitjet, armatosja, kulubi i munafikëve edhe gjithë atyre që i mbështesin për me luftu Islamin pastaj. Gjithashtu u tallën edhe me fejnë e Allahut të lartësuar. 3 persona tu këthy për luftës të Tebukut, ose tu shkun Tebuk. Njoni po thotë, qysh kena muzatet më në me armikun, a dy farë njerëz janë ata, ndërsa këta tënd, e ka përqëllim pejgamberin alayhi salam dhe sahabat rreth tij, thotë këta tënd, borkat e mëdhaj, veç me hongër, flasin pa vërtet arrena, edhe tuca të mëdhaj kur takohen me armikun. Njëri prej sahabëve nga këtu muhabete, thotë vallahi, pashku mi thon pejgamberit selam. Këta kanë qenë 3 persona. Edhe shkojnë i thënë pejgamberit alayhi salam, i dërguari Allahut i zbresin ajete. Edhe pejgamberi alayhi salam për merr deve në Budames. Çaj që ka këtu fjalë janë gjetë për deve pejgamberit alayhi salam. O i dërguar me Allah, kena bëj gora vallahi se kena pas për me. E Allahu thot kul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Thuja me Allahun, me pejgamberin e tij, me ajetet e tij, po tallës gjatë me bëj gora diçka jo tjetër, me shmështova. La ta tadru qad kafartu ba'da imanikum. Mos lepni arsyetime se jeni keni bë kufër. E keni bo kufër edhe pse ata munafikët kanë qenë në esencë qafira, po që tash ju dul kufri haptas. Pastaj Allah thot inna afu an taife nu'adhib taife. Nëse ja falmi dikujt, dikan kena me dënu. Thuhet që këtë trishja, 2 kanë fol, njëri veç ka kesh me ta. A dhe nuk është që ka fol edhe kë, po ata kanë fol kë ka kesh. A dhe një lloj meratimi. Mirë, kur kanë zbritur ajete kanë stakfar Allah që atë kisha kontu. U penduk. Mirë, po ata 2 kanë vazhdu pastaj. E treta, ndodhia e tretë është mrekullitë e pejgamberit alayhi salam. Allahu i çon mrekulli këto temë. Po i përmendi shpejt, mrekullia e parë është që sahabët u ankun për ushqim, s'ka ushqim, veç mi therr devet që i kanë marrë për transport. Mi therr aty në kom me pastaj. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka keni ushqim? Mbledhni krejt me një vend. Edhe bimi mua, edhe qëtë një shtroj, edhe vinë se cëllë, dikush një gjësbuke, dikush dohurma, dikush që kanë posi kanë qitë. Edhe i banë bashkë pejgamberi alayhi salam, thonë banë dohë dhe thotë mush një qëta shtenat. Thënë sahabët, hadithi është muslim, i ka mush si cëllë enët plët që ka posë, për bereqetit. Pejgamberit alayhi salam i ndodhë kjo mrekulli s'ka dyshim. Mirë, po kjo është shenjë që ushqimi për bashkët, ku nëse hajmë me një vend, ka u bereqet më shumë. Ka hub bereqeti ushqimit sepse si cëlli veç a veç të hongër. Gjithashtu u ankun të pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe për ujë, s'ka as ujë. Ku e morru shkretin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nesër
paradite, kohën e duhas, kena me mrit e krojt e bukut, mos e prekni ujin pa ardhone, dhe mos prekni kur gjo, as mos merrni ujë. Kur shkojnë te kroj, i gjon dy persona, do ta keni prek ujin po, thot, qysh be prek, ta ju thash mos e prek edhe i qorton kogja oshpër. Pastaj e merrni pejgamberi alayhi salatu sallam me një tas do ujë e mush, bën dohën ta, frim, edhe e qet në krua pet. Thënë sahabët e kina mush krejt enët që kina posë. Krejt enët. Të kushat filma, po kalëzala, jo filma, po mrekulli. Mirë, pse Allahu i lartësum i la mu lodhë ka shumë sahabët së qëj mrekulli që është fillem, për mi të regu sahabëve dhe muslimane krejt se jetën këtë botë është qështu me qëtë ligje, nuk ka mrekulli. Nesër të met pa pare, hëtë se Allahu ma qanë, që ta shvesh kur të mbim bëqjelit. Nesër met pa shpi, që ta shvesh kur të mdel shpia këtu për para mizatohet. Nesër jetë pata, s'ka kështu. S'ka kështu. Mirë, por në raste ku pastaj arrinte situata tepër e rëndë, sa që s'kishin mos zgjidhur muslimanët, Allah i mbështeste me mrekulli. Mirë, po për me i tregu se jetën duhet të bëjë normale. Pejgamberi Allahut është pejgamber, lodhet, djersitët, mërzitet, i vjen zhek, i vjen ftoft sepse ai është njeri. Edhe do të më nështru ligjet njerëzve. E kështu që her pas here Allahu çon mrekulli, mirë, po jo gjithmonë jeta e pejgamberit alayhi sallam ka qenë me mrekulli, sepse mrekullia do thotë është diçka që ndodh jashtë ligjeve që i ka caktuar Allahu i lartësuar. Pastaj thot Muadh ibn Jabeli i mushumente krejt morën ujë, edhe po më thot, pastaj u drejtu mallit. Është interesant që Muadh ibn Jabeli ju ka drejtuar 2-3 herë këtë betejë pejgamberi alayhi sallam. Si duket Muadhi radhiyallahu ka qenë djali i këtu, ka qenë simpatik. Edhe e ka pas një pozitë veçantë pejgamberi alayhi sallam. Është i vetmi që i ka thonë pejgamberi alayhi sallam Muadh, vallahi du. Dhe tjerë t'i ka dosht, ama Muadh i ka thonë vallahi du. E Muadh ibn Jabeli t'i ka thonë Muadh, qofë se ki ymër me jetu, qofë se të mërin jeta, që hyven që tu apë, që shkretin që është, krejt ka mu bo gjelë breme dhe lumej. Mirë, po Muadhi s'ka ymër, asë në është askemi, kjo është për qëllim para kiametit, gjithashtu që është një mrekulli që Allahu ja shpalos pejgamberit alayhi salatu sallam se gadishi dhe arabik do të kthehen gjelë breme dhe në lumej. Pastaj ndodhia e katërt është pendimi i Ka'b ibn Malikut edhe 2 shokëve të tij. Ka'b ibn Malik është tregim i gjatë, po e shkurtoj unë. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu është personi i cili ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, luftën e Bedrit jo, po kryesore nuk ka munguar as në luftë. Në këtë luftë u bogati. Edhe ka thonë devja e është e shpejtë. Shkon pejgamberi alayhi sallam sot, unë nesër nisna dhe zapet. Mirë, ose s'u bogati, ka unë në bona gati dhe në zamirë. E zë nata s'u bogati, hajtë se nesër bona gati. Del në për Medine, hajtë se bona gati në akşam s'ka 2-3 ditë, 3-4 ditë, deri sa ma e humbë shpresën për me bashku pejgamberit alayhi sallam. S'ka. A ka arsye me mungu ju, neglizhencë, po, edhe nuk i bashkuat pejgamberit alayhi sallam. Thot Ka'b ibn Malik e humba ma shpresën me mërin pejgamberin alayhi sallam te Buk. Tash po presun shka me bë. Kur mora vesh që po kthehet pi te Bukut, po para se me përmend këto, thot Ka'b ibn Malik dilsha na për Medinë veç munafika, të zhytun komplet, me krye, me trup, të zhytun në fak, veç ata i posha na për Medinë. Edhe kur mora vesh që po kthehet pejgamberi alayhi salatu sallam, vendosa me boni arsye tem dyqysh. Mu arsyetu për pejgamberit alayhi sallam që kum pas arsye diçka, edhe hajtë se pështaj diqysh. Mirë për thot, kur u afru Medinë dhe hini Medinë, thot, merdh një mene që është o kap, veç drejt du të me kalëzu këtu, se son pështën pa drejtësi. Pa drejtësia këtu s'bëhat, së të krymë punë. Edhe thot, vendosa me i tregu pejgamberit alayhi sallam, pse s'këm shku në luftë. Thot Ka'b ibn Malik, para me hinshin munafikat. Se pejgamberi alayhi sallam hin Medinë, i fal 2 rekate namaz xhami, edhe munafikat vinë, edhe ti thonë dërguar me Allahut, unë s'kam ujt me orë se për çet punë, thot, u kry. Allahu i të falt. Edhe Allahu e din se çka kin zemër. Allahu i të falt, secili ti thoshte Allahu të falt, Allahu e di çka kin zemër. Thot Ka'b ibn Malik hina para pejgamberit alayhi sallam, edhe sim ka pohët, keshi pak me ironi. Hada ka. Pse s'ka ardh? Tha i dërgu, a thëshë që e kumë bo devin gati, o i dërgu me Allahut, kur ma i shnet shumë, edhe ma kushtet më të mira për me ardhë me ty e si kumë pasë. Ndërsa t'i shakon për atë dikuj tjetër, kisha mujt me mashtru rast,
edhe më mushmenën që kam arsye. Ama kom vendos që ty më tregu drejt, sepse nashta unë sot i pështoj hidhrimit tanë, po nesër Allahu hidhrohet me mua. E kështu që kom vendos me tregu drejt. Nuk kam arsye. Nuk kam arsye. Demeli, pa kujdesi, neglizhencë. E pejgamberi alayhis salam që ky kallzoi drejt. Çu, tesa Allahu të zbret diçka. Pse pi thotë që ky kallzoi drejt? Por mi tregu munafikëve që mos menoni që na spejdin këtu sene. Sepse munafikëve i thënë Allahu i të falt, Allahu e din psheftën tonë shakin zemër. Kështu që unë po e di që po rrej, mirë po unë nuk gjykoj me ato që e di me të brendshëm, po na gjykoj me të jashtëm. Amo kur Kabe me Malik tregoi drejt, ju keni rrejt, po do më thonë munafikë. Thot Kabe me Malik u çuva. Kur jam doli jashtë, mul shumë këtë familja. Thanë, qysh bëllë ti si thove një arsye diçka, kishton pejgamberi Allahu i të faltë dhe kish bëj stikfor për ty, shkry ke punë. Thot doshta më kthy. Mi thonë oj dërun Allah, ka dalë se e kam një arsye, po merr kesh me ton fillim. Tu hin der të thonë një herë, thash, a bëll dikush që ka thonë çështë? Më thanë po. Është Marara ibn Rabia edhe Hilal ibn Umayya, dy burra që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, të Uhudit me vlerat më. O kur i thot skthejna. Çka të bëhet për ta, le të bëhet edhe për mua. Thot mos po na fol pejgamberi alayhis salam. Ju tha sahabëve s'kom i fol. 40 ditë s'po na fol hiç. Ata tha, mshirën në shtëpi. Edhe Hilal ibn Umayya, edhe Marara ibn Rabia mshirën në shtëpi veç vajtu. 40 ditë të kojt. Unë e dalësha në gjemi, i dhomësha selam për pejgamberit alayhis salam. Edhe e këshusha apelivrit busë më këthy selamin e ju. Që mi thonë aleikum selam, jo, s'ka mi fol. Mi po, mas pe këthen vetja, e të këshyri e vjedhësha me sy, mas ma këthen selam, s'ka selam kërkush, hes të shpija. 40 ditë. Thot një ditë hina në bashkë të kusherini tem, e bukatate. Thot që e kom dashtë shumë, të adhën vetë gjumi që dhinë poplin e këta. Edhe hina dhe bukatate. E bukatot, din që unë e du Allah në dërgu me ti, dhe ti s'pën full. Subhanallah, urdhër i prejmë. Që tash ma herët sahabët, ju kanë nështru pejgamberit alayhis salam, s'ka me i full. Ju me thonë, më nashta pe pejgamberi alayhis salam, është kom pak si nervoz dhe këto, hajtë se, i fullëm pak je, më stanon bashkë krejt vetë. S'ka iq. Urdhër. O katate për zdytjet, e bukatate, dibe që unë e du Allah në dërgu me ti, heq, për strejtin kërë i thash, tha më këthy, tha Allah edhe dërgu me ti e din ma mirë. Dole dhe të apet në bërtemin, ja krisa vajtë, më thonë, e bu katade s'po mjep gjevab. Mas 40 ditë dhe pejgamberi alayhis salam në qenë lajmë që edhe me gra mos ko me flejtë. Heq, deri që tash t'izolun për krejtve, kërkush si fullë, si jep selam, tash as me gra s'ka. Thot, ishtë që u valajnë pejgamberit alayhis salam, a me lëshu gruna shka me bon, subhanallah. Në kush doran kështë. 40 ditë, mësane i thot, edhe me grua s'ka me fullët, a me lëshua që ka me bo? I thot, vetëm shtrati më se ndoj me to. O krythot, i thot gruz vetë, shka të familja jote, dhe i risa të shumë i shka pëthat Allah. Gjatë së i kohë, thot, që shumë ka përshku Allah në Koran, o da ka të lejë më lartë, të u ka mu do ke e ngushtë, të u ka sëmë zake. Të u ka qa që gjanë, a mu do ke e ngushtë, kush sëmë full, kush të do ke qire, kush të do ke selam, kush nuk shitke me tomas, nuk blejka, as vizita, si qiqish. Thot po e një person në Medinë të thonë, ku është Kabe me Malik? Kërkush të s'po full njoni boni me gesht. Qëshke? Kur e shë, thot? O dhejtësi i Gasanve. Për dhejtë e bukët atje. E kishë quni letër, o Kabe me Malik, kom dëgju që shoku jetë ka leqit, për Muhammedin alayhis salam. Shoku jetë ka leqit, të kalon, hajde te unë ti. Unë të bajqarë ty, e dojna për gjysë për shtetin. Allah. Thot, logariti qëfar sprove, edhe më tarë dikush me unë hesë partit e në unë e t'japi ty. A i s'pët fulla po, unë të jabë gjysën e qytet, gjysën e ferizojt të jabë, hesë të më stanim këtë. Mirë, kush qenë ranë këtë? Kush do ranë këtë? Në kadave se unë e fitoj gjysën e ferizojt, po e humbi pejgamberin, më s'pëtu me humbi pejgamberin edhe këtë botë më thonë. Edhe e merë letrën e djekë, thot që këtë e u ka marë unë. Asta i thot, mas 50 diteve, u qohë me folë sabahin, kollëm të shpijës të. Edhe, ku folë sa bohin, por rinë qështu. Jetë që të mënë shika përshku Allah në Koran. Po e një dhët një zonë pe kodrës. Të thonë, o, kapë, myshte. E aty thët, e kom ditë që Allah pas ka zbrit diçka për mua, ose pas ka pranu pendimin, thët, s'kom ditë që ka të më thonë, po veç kom rëndë se ishte. Thët, ndërsa një tjetër, ka orë me koli. Për ma prolojmin. Po zoni atina ka orë ma herë. Dhe që ka orë me kali, thët, që aty tesha që i kom posë e kom dhonë. E i mora do tjera,
i lipa, edhe shkoj vesha, shkova te pejgamberi alayhis salam xhami. Kur shkova, ishin bo sahabët të rënë. Që ata që si dhonshin selam deri dje. As si forsin asë që ishin baren edhe kretë të i kesh, mysh dhe kap. Thot, ju afroa pejgamberit alayhis salatu wassalam, peshat të kesh ftyrat driti bëjke. Sikur se me pas hana, me zhdryp ftyrtina. Edhe e poshtë që u gëzu pejgamberi alayhis salam. Qaj pejgamber që ja kthej shpinën, qaj pejgamber që si folke, qaj pejgamber që as selamin nuk ja kthejke. 50 dit, mas 50 dit e thot ju bo ftyra sikur se drita e hanës me dal për ftyrës tina. Edhe po më thot, o kap, myshde, dita më e mirë e jotja pikur të kalin nona sa dhe ki. Allah të ka pranu pendimin. Thotoj dërgu me Allahot, a piteje, a pre Allahot. A ti po marë svetën, edhe peshe që qëfar halli janë, edhe farsikleti jam edhe po dënë më mështiru, apo Allah, thot Allahu të ka pranu pendimin edhe ka zbitajt. Pastaj kabi hupë, pikëzimit madhë u bojt, duke me Allah, kitë pasonin ka me dhonë. Qak kam pasonin, thot ka me dhonë, vetë që ma pranaj Allahu pendimin. Lëgërit të ketë atë sprova, kretë atë vujtje, si shkën menja me thonë, Allah e kom pagune, që të pendim e kom pagu 50 det. Thot kitë që kam pasonin ka me dhonë. A ma pranaj Allahu pendimin, po? Thot jo, jep diçka, le diçka. Thot hisën që ma ke dhonë në Khajber, që ato thot po e moj tjerat këtë po jap. Thot edhe besën po ta jap, që kur njët teme ma nuk ka me folë vetëm se drejt, edhe sinqert. I pëlqej kuna i pëlqej. Më kushtaj sa më kushtaj, unë e ma kur nuk foli ndryshe, vetëm se drejt edhe i sinqert, sepse që kem pështaj sat. Edhe që ke pështaj. Edhe Kabi Malik, edhe këta dy shokët e ti, ju kthehen sahabëve, që është mas miri, edhe Allahu zbret ajet për ta. Thot u alet thalathet i ledhine khullifu, edhe ata tret që e vënum punën e tyne, të thëmë 50 deti majtum virë, hatta idha daqat alejhim l'ardu bima rahubet, deri sa dhe tuka ju ngushtu, tuka ju doke e ngusht me jetu. Po kur si shkoj ke nërmen, me dal për Medinës, me lon këtë tuk, me lon këtë pejgamber dhe me lon këta shok. Edhe pse tuka ju ngushtu, ama kur që ka shku nërmen me lon këtë tuk, ku dush me pas shku, ishin shliru pak. Prej, dhe më thënë sekletit që kanë pas mirë, për s'u ka shku në nënkur. Wa daqat alejhim anfusuhum, edhe vetja ju ka bu aron, thot, o dhannu en la malja'a min Allahi illa ilej, edhe ata e kanë ditë, ishin të bindun se s'ki ka jamon, s'ki ku ik për Allahut posta Allah. Thume taba alejhim lijetu, e Allahu jau pranaj pendimin. Të më thonë, njerëzit pendohen, mu nuk pos pendim sinqert, ama me pos garanci për Allah se që këj pendim u pranu, edhe me zbrita jetë që nësët i ledzojmë me të regimin e Kabe vë Malik, është punë modhe. Edhe pastaj Allahu, në jetin tjetër thëtë, ja ju ledhina amnut të kullahu kunu me asadik, në ju që keni besu, keni frikë Allahut edhe bohi me të sinqertit edhe besniko, me Kabe vë Malik, Marare, Ibn Rabija dhe Hilal Ibn Umayy. Mirë, lasni, këtu du me përmend diçka. As kish mjaftu një ditë dy me moj që të dhënim pejgamberi alayhis salam edhe mu pajtu me ta. Kabi u pajtu sinqerisht, u pendu sinqerisht, Allahu e dinte pendimin e tij. Edhe dinte çka ka në zemër. Pse Allahu 50 ditë me lon kështu Kabi me Malik edhe dy shokët e tij. Pastaj sprov mas sprove, mos me i fol kërkosh, as gruaja vet mos me ju afro, as me i shërby. Pastaj me ardh dikush edhe me i thon se unë po ta jap gjysën e pushtetit, hajde te une. Bënu krishterë dhe hajde te une, se shokët e tu të kanë lënë, të kanë leqite kështu. Pse i la Allah është? Allahu i la për me i tregu njerëzve, për me i tregu botës se çka ka eduku Muhamedi alayhis salam. Që ta janë njerëzit që i ka eduku Muhamedi alayhis salam. Deri në qëtë shkallë janë sprovu, deri që mo që kanë humë gjithë shka dhe s'kanë pos kur gjo, po s'ju kanë do pejgamberit alayhis salam, dhe gëzimin më të madhe ka pos, kur e ka po ftyrën e pejgamberit alayhis salam, duke i po dritë dhe duke po s'qesh që është gëzu për pendimin e tij. Kështu ka eduku pejgamberi alayhis salam. Që ta njerëz janë. E Allahu po dënë me i shpalos sahabët, edhe me të shamull deri në kiamet, sepse Kabi me Malik, pastaj Uthmani ibn Affani, Aliu radhiyallahu anhu, Ebu Bekri e tjerë, pse këta i ka zgjedhur me qenë shok pejgamberit alayhis salam, sepse çfarë njerëz kanë qenë. Kush i kish duru këto? Kush i kish duru çto 5 ditë prej neve? Kush e duron një ditë mes me i fol shoku i vet ose hoxha i vet me hatri me këtë shpinën? 500.000 akuza, arsyetime për veti dhe akuza kam i bë për tjetrin.
Ai më ka bë këto sepse ai menon për mua kështu, s'ma ka dosh kur të mirën. Ndërsa Ka'b ibn Malik 50 ditë po e doron këto. Mësane vëllëzni, Allahu po don me tregu që sprovën Allahu e kalon në këtë botë për shumë arsye. Një për arsye kryesore është me nxjerr njerëz. Mjaft tregu njerëzve vetën. Secili njeri e merr vesh veten e vet në sprovë. Edhe përmes sprovës me marr vesh se a jam unë i denj me përfaqësu Islam apo jo. Unë si që i tham vetes musliman, praktikuesi i Islamit, i thari sunnetit, pasuesi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mos di sprovë, a qen kam i denj edhe i aft për me mojë të epitet se unë e përfaqësoj Islam apo jo. Edhe për ata Allahu dikan e sprovon, dikan se sprovon. Dikan se sprovon për arsye se del pastaj në shesh që ai nuk është i denj për me përfaqësu Islam, edhe me përcjell Islam të tjerë. Ndërsa Allahu e sprovon dikan për me i tregu që çai ka bëj Islami këtina. Çai ka bëj Islami. Mbas gjithë këtyre sprovave ky nxjerr vetëm margaritar, nxjerr vetëm urtësi, nxjerr vetëm perla. Ndërsa dikan nuk e sprovon sepse në sprovën e parë nxjerr zift, e nxjerr plehra, Allahu ju nderoft, e nxjerr tëmë, nxjerr vnerë, nxjerr. E për ta Allahu dikan nuk e sprovon. Nuk e sprovon dikan që mos më jau tregu njerëzve pa vlerën e tina. Mos më tregu njerëzve se ky s'meriton me përfaqësu Islam dhe me thonë unë jam musliman edhe unë thirrin Islam. A tjetrin e sprovon për me tregu që kjo është ai i cili meriton me i thonë vetës musliman, edhe me i thirë tjertë në Islam, edhe me përfaqësu Islamin. Sikurse Ka'b ibn Maliku edhe sprovat e tjera. Allahu na i përmirësoft gjendet tona. Allahu mos na sprovoft me ato që s'mundemi me dalë faqebar prej saj sprovë. Nëse ka vendosur me na sprovu, atëherë na forcof me dalë faqebar prej saj. E lutim Allahun e lartësuar që ti duam këta njerëz të ecim pas tyre, të punojmë sipas me punët e tyre dhe të ringjallemi të takojmë botën tjetër me ta. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.